nga 1 janari të gjithë nxënësit e shkollave të mesme do të kenë transportin falas, 3 ura të reja, ura në Nikaj Biçes, në Stagov dhe ura që lidh tek xhamia dëshmorëve që lidh pjesën e qytetit me bulevardin Ismail Raka. Oferta jonë për qytetarët e Kaçanikut është në endame në disa shtylla, po fillojmë me arsim, do të ketë rritje të numrit të bursave, nga 1 janari të gjithë nxënësit e shkollave të mesme do të kenë transportin falas, do të kemi 2 shkolla të reja, 2 qerdhe, 1 palestër sportive, aneksin mes shkollës profesionale duke lidh praktikën profesionale dhe teorinë, do të kemi hapësira të jashtme, renovimin e hapësirave të jashtme dhe terrene sportive të reja. Po ashtu do dalemi në shëndetësi, ku do ta kemi ndërtimin e ri të objektet të QPS-s, qendrës për punë sociale, do të ketë nga 200 euro të postalindrit nga buxheti komunal për cilin e kemi nda, do të ketë rritje të stafit të numrit të mjekëve dhe të infermerëve, do të ketë një psikolog dhe do të japmi mundësinë për me dhënë për qendër rehabilituese pjesën e Sanitexit ku ka qenë përpara edhe spital. Do dalim te infrastruktura ku do të kenë 3 ura të reja, ura në Nikaj Biçes, në Stagov dhe ura që lidh tek xhamia dëshmorëve që lidh pjesën e qytetit me bulevardin Ismail Raka. Për të vazhduar në kulturë, rini dhe sport, do të ketë 6 terrene sportive të reja, siç janë ato në Kovaçes, në Nikaj, në Kaçanik të vjetër, në Begrac, në Runjev edhe një në Kaçanik. Do të ketë, po ashtu do të mundohemi stadiumin e qytetit për ta rregulluar. Do të kalojmë në bujqësi, ku do të kemë 500.000 euro subvencione dhe 300.000 euro për kanalet e ujitjes dhe për rrugët fushore, për dalë të zhvillimi ekonomik, 2 zona ekonomike në zonën ekonomike në Kogja dhe në Begrac, po ashtu qendra turistike apo pjesë të turizmit në Glloboçis, në Slatin, në Krivanjev, në Kërbleç, në Shtras Kotlin e Ivaj. Faleminderit. Kjo ishte koha për 2 minutat e parë.